një person non grata të shpallur nga Departamenti i Shtetit. Tani ndajeni. Non grata, më fal, ty mund të quaj bukurosh se gjatosh, bukurosh. Nuk mendoj që ti mërzitesh apo jo. Do me thënë, ti the si bukurosh, si gjatosh, si shkurta bish, janë të pranueshme. Ti bukurosh mos fol për momentin. Se e kam me kolegun tim, me kolegun Noka, për të cilin kam shumë respekt, prandaj dhe po i përgjigjem se unë zakonisht nuk është se konsumoj kohën e parlamentit me përgjigje të tilla. E para faleminderit për bukuroshin, po mu bukurosh kështu kam lind. Ty bukuroshe të bën parat të shqiptarëve. Kështu që ka një diferencë madhe. Ti do bëje mirë këtu të na flisje, për Tigrin 1 dhe Tigrin 3. Ti do bëje mirë të na flisje këtu se si ti je vetmja që nga gjithë Europa, në popullin më të varfër të Europës, ke sjell kilometrin më të shtrenjtë të botës. Plot 25 milion euro. E ke bërë vetëm ti. Në Austri, kolektet tu e bëjnë me 14 milion euro kilometrin. Ti zojnë vjen këtu, në popullin më të varfër të Europës me 40.000 lekë ndihmën ekonomike, 25 milion euro kilometrin. Dhe rrugët të shkatrohen me një shi. Duhet flasësh për këto. Bukuroshët gjej kohën tate, jo në parlament. Këtu fol për këto dhe për dhunën që folën koleget e tua, zonjusha apo zonja, duhet ta dini që në politik, nëse ka ndonjë politikan që shquhet për dhunë ndaj grave, nga e Kelana në Pogradec e deri këtu në kryeministri është Edi Rama. Dhe për dhunë në këtë parlament, dhe dhunë për këtë parlament, vetëm një parti ka nxjerrë armën dhe ka plagosur deputet në këtë parlament, dhe është partia që përfaqësoni ju kur ka plagosur Azemajdarin, erojin e demokracisë. Kështu që për pjesën e dhunës, ulni kokën, kërkoni ndjes edhe jepni përgjigje pyetjeve. Fjalën e ka përsëri zonja Balluku në emër të Këshillit Ministrave. Eksakt, se kush e tha se do roj më shumë? Shals, nuk duhet rosh më shumë se unë është do rast. Tani ky është problemi. Problemi që është tani ky filloi të besoj që është bukurosh, kjo është më e keqja. Dhe do me thënë, dhe pashën bukurosh ças thoshte, tani me këtë epitetin do të çmendet fare, po s'ka gjë do ta pranojmë. Mund t'i pyesësh se unë u çudita pse ti mërzitesh kur të përmendet emri babait, po mund të pyesësh edhe Fariun, edhe Jetën, se ande nga fisi im ne jemi të bukur përgjithsisht. Kështu që nuk na është dasha si lek, kupton? Meqense e bëm pedante këtë si bisedë. Tani ti je ai djali, do me thënë s'ke ndryshuar fare në këto 6 vite që vje dhe shtrieshe tek unaza e re, në rotat e autometeve për të bllokuar ndërtimin e aksit më të rëndësishëm për kryeqytetin. Ndërkohë sot kalon me autometin tënd me shpejtësi pa qëndruar në trafik dhe ndërkohë sot të gjithë ata që jetojnë në unazën e re, në të dy akrat dhe nga Astin investimet e huaja në 2013 kur Edi Rama mori drejtimin e këtij vendi, por po ju them që edhe krahasuar me veten tonë, brenda një 6 mujori jemi plus 8 milion, kemi arritur 759 milion investime të huaja, për të mos folur pastaj për të gjithë brendet e huaja që sot vinë dhe operojnë në Shqipëri për shkak të transparencës dhe të gjithë kuadrit ligjor që ofron ky vend. Ju investoni për të prishur imazhin vendit në çdo fjalë tuajon, ju investoni fuqimisht për ta bërë me baltë Shqipërinë. Dhe këtu do ta mbyll edhe këtë fjalë bukurosh. Kur të drejtohem ty, atëherë mund përgjigjesh. Tani po flas me kolegun tim Noka. Dhe një fjalë e fundit. I dashur koleg, të lutem, kur del edhe bën akuza, vëri emër akuzave pasi të gjithë kolegët e mi këtu nuk kanë qenë kur në Aruba, edhe mund t'i kishte rënë rruga për punë apo për nuk e di konventa, takime etj, po asnjëri nga ne nuk ka qenë në Aruba. Kështu që nëse ke informacione, bën mirë mos hedhësh tym siç i hidhet kosherës bletëve dhe dilni pastaj dhe gumzhini para kamerave dhe se dini as vetë se çfarë thoni, por vëri emra kush janë ata që kanë shkuar në Aruba, se ne këtu
nuk kemi shkuar në Aruba. Unë prisja që të fliste zonja zëvendës kryeministre për kartelet, për farsën zgjedhore, për vendimet e qeverisë për të blerë votën e pensionistëve, për vendimet antiligjore të qeverisë për të falur gjobat shqiptarëve, doja të fliste dhe të kërkonte ndjes për thasët që qarkullonin me euro për të duke blerë votat. Doja të fliste këtu për policinë e cila ishte shoqëruese e bandave dhe krimit organizuar dhe e karteleve në të gjithë zonën, në gjithë Shqipërinë dhe në çdo qendër votimi. Doja të fliste, doja këtu që të thoshte po, do ndërhyjmë edhe në policinë shtetit, sepse jemi vetmi vend në botë që kreun e policisë shtetit e ka caktuar kartelet, karteli Qela dhe karteli Troplini. Është i vetmi vend botë që kanë caktuar drejtorin e policisë shtetit. Ndaj sot nuk guxon qytetar të shkoj, as i qytetar të shkoj tek policia dhe trokaset bëjt denoncim, sepse pa mbaruar e pret fundi. Kjo pra është gjendja. Doja të fliste pak me detaje për raportin, sepse ky raport që flet për korrupsionin e kanë bërë këta këtu. Nuk e ka bërë pjesa këtu. Jo, ne kemi gjithë vite në opozit, po nuk guxojnë. Nuk ju zgjidhet dot gjuha për këto gjëra. Ju zgjidhet gjuha vetëm për hartime dhe filozofira. Jo. Shqiptarët duan dinë vërtetën, po më zonjë. Nuk kanë qenë këta, se shumica janë të ri dhe nuk i njeh kush. Po kanë qenë antarë të kabinetit të narkosit. Dhe kanë qenë dy antarë të kabinetit. Ju jeni zonjë zëvendës kryeministre, lidhuni me partnerët, ju kërkoni. Faleminderit zoti Noka. Fjalën e ka kërkuar për replik zoti Balliu. Zoti Balliu. E morë 2 herë fjalën. Zoti Balliu. Sekondët e atij. Jepja 30 sekondë. Marr 2 herë fjalën. Mbaro fjalin, jo 30 sekonda. Mbaro fjalin edhe zoti Balliu. Ta mbaroj. Për replik. Kontaktoni partnerët, shërbimet partneri i keni, dhe do ju dalë gjithë biseda çfarë porosie kanë quar në emër të kreut të narkos 2 ministrat atje, për parat e drogës, për parat e korrupsionit, për pastrimet, për kullat dhe për të gjitha. Aty, por kokën si struci nuk e fshini dot duke fut kokën në rër ju, se jeni zbuluar, jeni të gjithë zbuluar pavarësisht se fshini kokën. Investimet e huaja që vetëm në 6 mujorin e 2 të vitit janë rritur me 8 milion duke shkuar 759 milion euro investime vetëm për vitin 2025. Mos t'i krahasoj me 2013, se pastaj thoni akoma krahasoni me 2013, po ç'të bëjmë? Të krahasojmë me veten tonë. Ne krahasojmë. Të mbaroj... Jo, fjallën do ta marr sepse jam po flas në emër të qeverisë dhe për më tepër ju kam dëgjuar mu përmend dhe emri dhe nuk e mora kohën parlamentare për ta çuar dëm për njerëz që nuk është se kanë ndonjë vlerë edhe kur ma përmendin emrin.